Fato Scena, i cili u qellua me disa plumba në kokë mëngjesin e së dielës në Itali, ka punuar për disa vite si gardian në paraburgimin e Beratit, pasi e hoqën nga puna i u largua tek djemtë e tij në Itali. 58 vjeçari është kunati ish drejtori të burgut Beratit Arif Dervishi, kur është fezulluar nga detyra e shkarkuar edhe Dervishi, të cilët ishin emëruar nga LSI-ja në atë kohë. Në Itali jetonte në një provincë të Padovas. Të dhënat paraprake shprehin se ka qenë një konflikt i çastit në një lokal, më pas e kanë zënë prit në rrugë dhe e kanë goditur. Scena i ndroi jetë një ditë më parë pasi ndodhej në gjendje të rëndë në spitalin e Padovas. Ngjarja ndodhi më 8 qershor në mëngjes në rrugën Casoni Baza. 58 vjeçari po udhëtonte me triciklin e tij për në punë kur vetëm disa kilometra larg shtëpisë u qellua me 2 plumba pas koke. Autoritetet italiane po vijojnë hetimet, por deri më tani nuk ka pasur dëshmitar dhe nuk janë gjetur kamera sigurie që të ndihmojnë hetuesit. Detaji vetëm i njohur është se vrasja ndodhi në një zonë bujqësore të Fontanivës, ku një kalimtar i cili po kalonte aty pa një person të shtrirë në një kanal dhe mendoi se ka pasur ndonjë ndërlikim shëndetësor apo i ka rënë të fikët.